dhe tropoja, të pasura me mjedra dhe boronica. Jam e sigurt që pak muaj më parë të gjithë kemi rendur, kemi pasur të njohur në tropoj për të marrë boronica të freskëta, të egra, të cilat na furnizojnë me nutrient pafund, antioksidant, polifenole, flavonide, vitamin B e të tjerë elementë të cilët janë shumë të rëndësishëm për energjinë tonë, për ndarjen qelizore, për antioksidantët të cilët na ndihmojnë dhe për të parandaluar sëmundje tumorale, por edhe për të krijuar më shumë shëndet. Po ashtu gështenja që unë i përmenda më sipër, kush nuk do ta donte një pasdite me disa gështenja të pjekura apo të zjera. Secili prej nesh, duke i shtuar edhe pak mjalt ndoshta për ta bërë pak më të ëmbël këtë mesvaktin e pasdites dhe nuk na ofron vetëm shije, por na ofrojnë sasitë e larta të amidonit duke na konsideruar kështu një vlerë të shtuar edhe të energjisë, por duke ofruar edhe vitaminën B e cila bën shumë mirë për sistemin tonë nervor. Dihet që ditët e dimrit duke qenë të gjata ose le të themi janë shumë orë, por nga ana tjetër edhe kemi shumë natë, sepse prej orës 4-5 fillon edhe të errësohet, sigurisht që kjo nuk ndikon shumë mirë në sistemin tonë nervor dhe herë na duhet diçka për të na dhënë më shumë energji dhe gështenjat janë një burim shumë i mirë i energjisë. Djathi i bardhë, patjetër prej kullotave vjen një djath i cili dhe bulmeti në përgjithësi, i cili është shumë i pasur me kalcium, me vitamin D, duke na ofruar mundësinë për të pasur kocka të shëndetshme dhe një sistem skeletomuskular shumë të mirë. Kuksi dhe dibra, patatet e kuksit, më thoni cili nga ju nuk i njeh. Patjetër një burim shumë i mirë i energjisë, mineraleve pafund, duke na ofruar një mundësi për të zëvendësuar her pas here edhe bukën. Shpesh dëgjojmë individë të caktuar që nuk preferojnë të konsumojnë bukën apo prej frikës se mos shëndohen, mund të vendosin një alternativë shumë të mirë të marrjes së karbohidrateve edhe nëpërmjet patateve të kuksit. Po ashtu molla e dibrës e pasur me vitaminë C, me acide të rëndësishme organike të cilat na japin energji, por nga ana tjetër edhe na konsiderohen si forme antioksidantëve apo antikancerogjenëve. Mollët e dibrës njihen për ngjyrat e bukura, për aromën e shijshme prej acidit malik, por nga ana tjetër edhe për benefitet që ofron në shëndetin tonë. E po ashtu fasulet, që janë gjithmonë traditë shqiptarëve, sigurisht në forma të ndryshme, limonka, faqekuqet, qyrë ndonjëherë ose fasulet e kuqe që zakonisht i përdorin termin zhargon, por kraina të ndryshme kanë emra të ndryshme për këto bishtaja, janë pjesë e familjes bishtajore, por që janë shumë të dashura për tryezat tona. Në pjesë të ndryshme të Shqipërisë shoqërohen me pastërma, diku tjetër me kockat ose me lëngun e kockave, pra çdo krahin ka mënyrën e vet të gatuarit dhe çdo krahin ka vlerat e veta ushqyese në një pjatë të caktuar. E po ashtu hithra, lëpjeta apo lakrat e egra, të cilat nuk janë vetëm një mënyrë për të krijuar një sallatë, por janë element shumë të mirë ushqyes për të na ndihmuar uljen e nivelit të kolesterolit në gjak, ruajtjen në balancë të sheqerit, po ashtu na ofrojnë një shëndet të mirë kardiovaskular duke na pasuruar edhe me vitaminën C, e cila është shumë e rëndësishme për të parandaluar virozat stinore. E kalojmë pak më poshtë në Shqipërinë e Mesme, Tirana, Elbasani, Durrësi, duke marrë vajin e ullirit të Farkës. Është në fakt Shqipëria është e begatë sa i takon ullirit si pemë dhe kështu që gati në çdo zonë të Shqipërisë ne mund të marrim ullinj, por ka disa qytete tipike të cilat ne do t'i përmendim dhe një ndër to është pikërisht Tirana, e cila na ofron nëpërmjet Farkës vajin e ullirit. Agrumet, si kundërjan, mandarina, portokalli, edhe kumkuati ka filluar të kultivohet në Shqipëri, dihet që kanë një pasuri të lartë të vitaminës C, po ashtu të elementeve të tjerë dhe janë shumë të pasur edhe për sasitë e larta të ujit, duke na ndihmuar kështu të hidratohemi, duke qenë që stina e dimrit nuk na e favorizon shumë etjen, duke marrë ushqime të tilla, të cilat janë të pasura me ujë, ne edhe hidratohemi njëkohësisht. E po ashtu zarzavatet e freskëta, fushat të ndryshme të këtyre dy qyteteve na ofrojnë mundësinë të kemi prodhim të perimeve, të frutave të ndryshme, duke e pasuruar më shumë tryezën tonë, por nga ana tjetër duke i dhënë vërtet ekuilibër, balancë dhe ngjyra pjatës që ne konsumojmë. Shegët e cerikut njihen për bollëkun e tyre, shegët e ëmbla të cerikut gjithashtu na ofrojnë sasi të larta të folateve, shërbim si antioksidant dhe secili prej nesh në darkat e mbledhura me familjen janë gjithkohës me kokra shegësh në dorë për t'i konsumuar mbas ushqimit ndoshta. Afrohemi në jugun e Shqipërisë, patjetër që ne
gjithmonë na shkon mendja tek bregdeti, duke marrë sasi të larta të peshqve të ndryshëm, sardeleve, por nga ana tjetër edhe të frutave të detit. Por të mos harrojmë vajin e ullirit të Beratit, që përsëri është në konkurrencë me vajrat e tjerë të ullirit të Shqipërisë, është ndër vajrat që në fakt kultivohet ose le të themi promovohet më shumë dhe jo vetëm brenda Shqipërisë por edhe jashtë saj, por nga ana tjetër të mos harrojmë përmetin i cili na ofron sasi të larta të glikove të famshme. Sa i takon glikove, kur kemi bërë skaletën në fakt është diskutuar në grup ata vendosim apo jo, sepse duke qenë me sheqer mund mos konsiderohet një ushqim i shëndetshëm, por marrim parasysh që nëse ne dim të bëjmë një balancë të mirë ndërmjet sheqernave që vetë frutat kanë si sheqer natyror, por nga ana tjetër edhe të limonit, mund të krijojmë një gliko apo një reçel i cili nuk është sasi të shtuar të sheqerit industrial, përkundrazi mund të na ofrohet ashtu me atë shijen tipike dhe karakteristike të një fruti të caktuar. Po ashtu arrat apo bajamet dhe lajthit të cilat mund t'i konsumojmë të freskët nga trojet tona shqiptare. Dhe patjetër që e dim që Saranda përveç bregdetit dhe frutave të detit dhe peshkut na ofron edhe agrumet. Unë e di shumë mirë, ose le të themi të gjithë ne e dim se sa të shishme janë manderinat e Sarandës. Kujtoj këtu vitet e mia të fakultetit me mikeshat mia që i kam pasur në dhomë prej Sarandës, të parën gjë që u kërkoj thosha të lutem më sill pak manderina. Domethënë një shije ndryshe nga çdo vend tjetër. Dhe kjo është e mira e Shqipërisë që pavarësisht të njëjtit produkt në vende të ndryshme ajo ka të tjera vlera. Kjo për hir të faktit të mineralizimit të tokës dhe të ushqimit që çdo tokë është ndryshe pavarësisht se jemi brenda territorit të Shqipërisë. E të afrohem pak në qytetin tim, në Fier, edhe në Lushnjë, duke u konsideruar Myzeqeja si hambari i Shqipërisë, një tokë plot me drithra, një tokë e cila na ofron pafundësisht fushash ku ne mund të marrim fruta dhe perime të ndryshme, duke na ofruar larmishmëri të pjatave tona dhe ide për të gatuar, sepse është shumë e thjeshtë kur ti ke përbërës ushqimor për t'i kombinuar, sesa kur ke vetëm 2-3 ingrediente dhe nuk di si t'i kombinosh ata. Fatmirësisht, Shqipëria përmban mjaftueshëm grupe ushqimore për t'i kombinuar sipas le të themi rekomandimeve që ne dietologët zakonisht japim. Ndaj shpesh gjithmonë e them që të bësh një dietë në Shqipëri është vërtet komode dhe e thjeshtë dhe nuk kushton, sepse fatmirësisht çdo stin ka ushqimet e veta dhe në çdo stin ne mundet të kombinojmë ushqime të shëndetshme. Po ashtu Vlora e pa diskutuar për bregdetin e bukur që përmban, por nga ana tjetër edhe për pasurinë që na ofron në frutat e detit, peshkun, edhe patjetër fruta dhe perime të ndryshme. Shkojmë në Juglindje, se mos na i mbetet hatri Korçës, Pogradecit dhe zonave të tilla, të cilat na ofrojnë vërtet një pasuri të madhe të mollëve. Apo peshku koran i famshëm i Pogradecit, liçenit Pogradecit, patatet e zonës së Korçës apo djathi artizanal dhe të gjitha gatimet tipike, pak lakror Korçë kush nuk do ta donte, pak petulla të fshira të Pogradecit kush nuk do t'i preferonte. Dhe pikërisht këtu lind pika e dyshimit nëse ushqimet shqiptare janë vërtet të shëndetshme, se duke qenë që përdoret më shumë vaj, më shumë gjalp, më shumë djath, më shumë brum, mund të konsiderohen ushqime të cilat janë të pashëndetshme, por ne e kemi thënë që përdorimi i karbohidrateve në fakt në kulturën shqiptare